Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Konsumoni vetëm disa kokra ullinj në ditë dhe do habiteni çfarë do t'ju ndodh. Këto fruta jo vetëm që janë të shijshëm dhe përdoren shumë në ushqime, por janë edhe shumë të shëndetshëm. Ullinjt rriten në përdrujnë të quajtur oleo europea, zakonisht në Afrikë, Azi dhe në vende të tjera tropikale. Ato gjithashtu janë të pasur edhe me hekur, kalcium, fibra, vitamin K dhe gjithashtu vitamin E. Kjo do t'i ndodh trupit tuaj në qoftë se ju konsumoni ullinj rregullisht. Kur ju konsumoni ullinj do të merrni një sasi të madhe të fibrave dhe të lipideve të nevojshme. Sipas ekspertëve, ullinjt përmbajnë një substancë e cila bën ndjekjen e kalorive të tepërta. Acidi kryesor yndyror i cili gjendet në ullinj është acidi oleik. Ky acid yndyror njihet për vlerat e tij dhe aftësinë për të zvogëluar kolesterolin dhe në përgjithësi për të parandaluar sëmundjet e zemrës. Do të kemi një sistem imunologjik më të fortë. Ullinjt përmbajnë antioksidant, i cili gjithashtu përmban pikërisht polifenolin. Këto substanca bëjnë mbrojtjen e organizmit nga radikalet e lira, të cilat dihen që shkaktojnë infeksione virale. Ju do të jeni më pak të rrezikuar nga disa lloje të sëmundjeve të këqija. Ullinjt përpos që bëjnë të mundur mbrojtjen e organizmit nga infeksionet dhe nga sëmundjet të tjera respiratore, është vërejtur që ato gjithashtu mbrojnë membranat e qelizave nga disa lloje të sëmundjeve të këqija. Edhe pse janë bërë shumë teste në kafshë, por jo tek njerëzit, gjithsesi është vërejtur që në zona tropikale ku ullinjt përdoren shumë, njerëzit janë më pak të prekur nga disa lloje të sëmundjeve. Do të keni gjithashtu një memorie më të mirë. Polifenolët njihen për ndikimin e tyre edhe në qelizat e trurit, me që rast ato e vrasin stresin dhe njëkohësisht ndikojnë në përmirësimin e memorjes. Në një hulumtim në departamentin e neurokirurgjisë është vërtetuar gjithashtu që polifenolet, të cilat janë të gjendura në ullinj, ndihmojnë shumë në përmirësimin e proceseve neurale, neurodegenerative dhe çrregullime të tjera psikike. Do të keni një lëkurë më të mirë. Ullinjt përmbajnë acid oleik dhe gjithashtu vitamin E. Të dy këta përbërës të nevojshëm shërbejnë për një lëkurë tepër të shëndetshme. Vitamina E ka një funksion antioksidative, cila e mbron lëkurën nga radikalet e lira dhe po ashtu ato të cilat shkaktojnë dëme në organizëm, si edhe në lëkurë. Në përgjithësi, nëse ju keni dëshirë të humbisni në peshë dhe njëkohësisht të qëndroni të shëndetshëm, atëherë ullinjt janë në zgjidhja e duhur. Ullinjt klasifikohen në fruta me bërtham të njëjtës familje botanike me qershitë dhe pjeshkët. Ullinjt jeshil gjithashtu mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtër, ndërsa të zinjt kur janë të pjekur plotësisht. Sipas ekspertëve, të dyja llojet konsiderohen të pasura me yndyrra të shëndetshme për organizmin. Këtu ju do të gjeni të listuara të gjitha përfitimet e rëndësishme që merrni nga konsumimi i përditshëm i ullinjve. Përmirësojnë shëndetin tuaj të kockave. Një studim sugjeron se vaji i ullirit gjithashtu parandalon humbjen e masës kockore. Ndaj, konsumimi i ullinjve është mëse i rekomanduar për kocka sa më të forta. Ulin kolesterolin. Acidet yndyrore të cilat gjenden tek ullinjt ulin nivelin e kolesterolit dhe njëkohësisht rrisin kolesterolin e mirë. Largojnë dhimbjet. Studimet kanë treguar se ullinjt ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit dhe dhimbjes.
Antioksidantët ullinjt janë një burim i shkëlqyer i biofenoleve. Këto antioksidantë arrin që të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enët e gjakut. Janë të pasura me baktere mjaft të mira për stomakun tuaj. Ullinjt përmbajnë lactobacillus, një nga bakteret më të mira në stomak. Sa më shumë të tilla të keni, aq më e mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacion do të kemi ne në organizëm. Sipas ekspertëve, ullinjt janë efikas edhe kundër rrudhave. Ullinjt përmbajnë acid oleik i cili përmban dhe përmirëson paraqitjen e lëkurës duke e lënë atë sa më të butë dhe të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve largon rrudhat me të paktën 20%, ulin rrezikun e diabetit dhe njëkohësisht të mbipeshës. Këto fruta me bërtham janë të pasura me ynyra mono të pangopura dhe ulin rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipit 2 dhe mbipeshës. Kjo e mirë vjen nëse ju nuk konsumoni ushqime të yndyrshme dhe zgjidhni ullirin dhe njëkohësisht nën produktet e tij. Ulin kolesterolin e tepërt. Ullinjt gjithashtu përmbajnë acide yndyrore mono të pangopura të cilat ngadalsojnë tretjen dhe gjithashtu stimulojnë hormonet që janë përgjegjëse për të informuar trurin kur ju jeni të ngopur. Konsumimi i ullinjve është shumë i rekomandueshëm sa më shpesh që të jetë mundur. Ndërkohë, nëse dëshironi të konsumoni produkte të shëndetshme dhe njëkohësisht me vlera tepër të larta ushqyese, njohuni me arsye se pse ju duhet që të konsumoni sa më shumë ullinj. Janë ndër ushqimet më të shijshme të cilat sjellin një sër përfitimesh në shtëpi. Mbrojnë enët e gjakut dhe forcojnë sistemin tuaj imunitar. Ullinjt, sidomos ata të zinjt, janë antioksidantë të shkëlqyer të cilët veprojnë si një pastrues i trupit, duke u shpëtuar nga shumë substanca të dëmshme. Ata ndihmojnë trupin tuaj që të nxjerrë jashtë kolesterolin në mënyrë që të zvogëlojnë rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare. Ju ndihmojnë që të humbisni në peshë. Ullinjt përmbajnë ynyra të mira për të cilat trupi jon ka nevojë. Këto ynyra nuk akumulohen në stacionet yndyrore, kështu përdorini dhe konsumojeni në mënyrë që t'ju ndihmojë të humbisni peshë. Ullinjt janë një shtesë e jashtëzakonshme për një vakt ose në mes të ngrënies sepse ato do t'ju ndihmojnë në mënyrë tepër të shëndetshme. Ju lehtëson në dhimbjet dhe ul inflamacionin. Si ullinjt, ashtu edhe vaji i ullirit përmbajnë antioksidantë të fuqishëm. Ullinjt gjithashtu përmbajnë një përbërës të quajtur si oleokantal. Ky përbërës është karakterizuar nga shija e tij e hidhur dhe vetitë e tij të forta antiinflamatore. Ullinjt janë të rëndësishëm për lëkurë dhe flok të shëndetshëm. Ullinjt dhe vaji i ullirit kanë një ndikim të mahnitshëm në trupin ton. Ato përmbajnë sasi të mëdha të acideve të pangopura yndyrore omega 3. Këto acide ushqejnë dhe ju hidratojnë lëkurën dhe flokët tuaj. Përmbajnë vitaminë E, e cila ju mbron lëkurën nga rrezet ultraviolet. Vaji i ullirit ushqen lëkurën dhe flokët. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.